para se të përfshihej edhe vetë ai në zemër të luftës. Por pavarësisht kësaj, ai refuzoi të mbivendosej zinxhirit komandues të ushtarëve që i kishte trajnuar vetë, duke këmbgulur që fillimisht ta kalonte një sprovë personale për balljen e parë me forcat armike serbe. Dhe mu kështu edhe ndodhi. Vite më pas, kur Tahir Sinani nuk do të ishte më i gjallë mes bashkëluftarëve, njëri prej tyre, Recep Selimi, i mirënjohur edhe për kreativitetin e tij të shumandshëm artistik, do ta përkthente këtë akt të Tahir Sinanit në një poezi që do të komponohej në një këngë e që natyrshëm e kemi përfshirë edhe sot në këtë akademi. Angazhimin e tij në luftën e Kosovës, Tahir Sinani e përmbylli duke qenë në detyrën e komandantit të zonës operative të Pashtrikut, teksa në ditët e çlirimit të Kosovës ai hyri triumfalisht në Prizren në krye të ushtarëve të tij. Kuptuam se ai nuk na la pas pasuri materiale, por na la pas trashëgiminë më të çmuar që mund t'i lërë një prind fëmijëve të tij. Krenarin, emrin e pastër, nderin dhe respektin. Këto janë pasuritë që do t'i mbajmë me dinjitet dhe do t'ua përcjellim brezave që vijnë. Ëndra dhe ideali dëshmorëve është rruga e larë me gjak, e shtruar me mund, sakrificë dhe vetmohim. Është rruga që na obligon të ecim deri në fund, pa u ndalur e pa u lëkundur, deri në realizimin e amanetit tyre më të madh, bashkimin shpirtëror, kombëtar dhe historik të çdo treve shqiptare. Vetëm atëherë sakrifica e tyre do të marrë kuptimin e plot dhe gjaku i derdhur për liri do të kthehet në dritë për brezat me radhë. Në emër të familjes Sinani, ju falenderojmë përzemërsisht që na nderuat sot me praninë dhe pjesëmarrjen tuaj në këtë përvjetër të shenjtë për kujtimor. Le të mbetet kjo ditë një dëshmi se historia jonë nuk harrohet dhe se ata që i dhanë gjithçka të dhëut do të jetojnë për herë në ndërgjegjen dhe zemrat e popullit shqiptar. Ai ishte gjenetikisht stërnip i mitë Sokolit dhe ishte gjak shqiptari. Si që thështë edhe vetë, une nuk munda të rritë të bëj se hire e të vriteshin vllazrit e mi në Kosovë. U përposh të takoj njerëz në për qendrat e trajnime në veri të Shqipërisë dhe ra në kontakt me qendrën e furnizimeve të UÇK-s dhe me komandantin e përgjithshëm Azem Sylla. Aty morë instruksione dhe urdhrin për të hyrë në Kosovë. Në Kosovë hyri me një grup jo të madh shumë të ushtarëve që t'i krijojnë një perimetër të sigurisë, po ai sigurinë e kishte në zemër dhe në shpirt, pasi kishte automatikun në dorë. Hyri me Rushdi Kryeziun dhe disa shokë të tjerë me përvojë lufte.